Dyert e presidencës u hapën për të. Kjo e hënë Gjoe Diogardin në gjetimin në kryeqytetin kosovar. E bashkë me ish-kongresistin amerikan e pranishme ishte edhe bashkëshortja e tij Shirley Close. Dyshja konsiderohen ndërmjet e mëdhenj të shqiptarëve që për dekada lubuan në Washington për çështjen e Kosovës. Andaj pritja për ta u bë me një ceremoni të veçantë. Fillimisht në hall ata i priti ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu. E me të hyrë brenda atyre ju dorëzua dekreti i shtetësisë së Kosovës. Pas dorëzimit të këtij dekreti, ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu tha se ata ishin ndër zërat më të fuqishëm në mbështetje të pavarësisë së vendit. Ju e nisët këtë punë shumë vjet përpara se represioni sistematik, vrasjet, masakrat dhe dëbimi masiv nga ana e politikës kriminale të Serbisë e shndruan Kosovën çështje të politikës botërore. Edhe pasi përfundoi mandati juaj në Kongres, ju e vazhduat angazhimin me themelimin e lidhjes qytetare shqiptaro-amerikane në vitin 1989. Fjalën e mori edhe Diogardi. Duke folur për situatën politike në vend, ai tha se është e rëndësishme që vendi të ketë një president. Unë jam këtu për t'ju siguruar që ju të keni një president dhe shpresoj që kjo të ndodh para se të largohem. Nëse nuk ndodh para se të largohem, ju do të jeni në të lashe të mëdha, sepse tashmë keni armiq të gatshëm për ta prishur ekuilibrin në Ballkan. Ndër të tjera që ish kreu i Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane u bëri thirrje shqiptarëve të jenë më të vëmendshëm. Është e rëndësishme që unë erdha këtu me zërin tim të fuqishëm për ta zgjuar popullin shqiptar. Kjo nuk është koha për të vjetur, sepse ka njerëz që janë të gatshëm t'u marrin atë që keni. E urrej ta them këtë, por ju mund ta shihni vetë. Ndërsa Shirley Close Diogardi u ndalte historia e Kosovës. Kosova ka një histori, shqiptarët kanë një histori, jo të nisjes së çfarëdo lloj dhune, jo të përfshirjes në aktivitete ushtarake, por në këtë rast u detyruan të ngriheshin për të mbrojtur të gjithë ata që ishin në rrezik. Prandaj është e rëndësishme që jemi së bashku sot për t'u kthyer pas në histori dhe për të njohur atë që u desh për ta rrëzuar Slobodan Miloševićin e më pas për të arritur në këtë moment, në vitin 2026, kur mund të marrim vendime se si mund të ecim përpara. Bashkë me Gjoe Diogardin dhe Shirley Close Diogardi, për vite të tëra ishte aktive në promovimin e çështjes së Kosovës dhe të drejtave të shqiptarëve në SBA.